I thiri motrat, vllaznit, nipat, mesat, I thiri vajzat e dajve, vajzat e tezës. Thot buri, ku pe merr këtë energji? Moj lidhje shumë të veçantë me vajzat e dajës, ku do t'janë, edhe me vajzat e tezës, edhe pse tash koha është teje dinamike, edhe për fatin e keq tash kanë fillu të reduktohen edhe dasmat si përpara nuk po bëhen shumë për shkak të kushteve ekonomike, apo ne mendoj që për shkak pandjeshmërisë njerëzve për t'i mbledhur për të bërë një event në një moment veçantë, edhe kështu që s'paku tash telefonat po janë me këto Viberat, me WhatsAppat po janë pa pagesë, edhe shpeshherë argimi lodhet prej meje, se ulna edhe I thiri motrat, vllaznit, nipat, mesat, I thiri vajzat e dajve, vajzat e tezës. Djemtë e tezës mandej shpeshherë thot buri, ku pe merr këtë energji? Po tha çfarë energji o bre me fol, mi tha njerëzve si je. Edhe fillojnë. Do me thonë rinia jam ka qenë rini shumë e bukur. Me kujtime shumë të bukura, me kujtime që nuk kthehen më. Po unë mendoj që me rëndësi jemi rrit fëmijë të shëndosh, me rëndësi kemi pas qasjen pozitive për jetën, e kemi pas një edukat, për shembull nëna ime ka qenë pa shkollë, pa atë shumë na ka edukuar, shumë fjalë na ka lanë, saqë shpesh herë thëm, Zot, pse nuk I kemi shkruar ato fjalë? Po e marrëm shembull. Nëse ti e shku, asaj ja ke interpretu, po thot era diçka. Ka qenë shumë person autoritar. Edhe vishtë ka thonë, a ke pa me sy? Jo. A ke dëgju me vesh? Jo. S'është e vërtet. Do me thonë, të ka eduku asisoj.